Partia Demokratike ka ndërmarrë një hap ligjor ndaj drejtuesve më të lartë të rendit, duke depozituar kallëzim penal ndaj ministrit të Brendshëm Besford Llamadhari, drejtorit përgjithshëm të Policisë së Shtetit Skënder Hita, zëvendësit të tij Sokol Bishka, si dhe drejtuesve të Policisë së Tiranës. Kallëzimi i firmosur nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka përfshi 12 vepra penale dhe lidhet drejt për drejt me ngjarjen e protestës së 17 prillit, ku shënuan përplasje mes protestuesve dhe forcave të rendit. Sipas opozitës, drejtuesit të policisë dhe ministri i Brendshëm kanë shpërdoruar detyrën gjatë menaxhimit të protestës, duke lejuar dhe ushtruar dhunë ndaj qytetarëve dhe përfaqësuesve politik. Në kallëzim përmenden akuza për dëmtime të qëllimshme, heqje të palishme të lirisë dhe pengim të së drejtës për të protestuar. Një tjetër element i rënd i kallëzimit lidhet me pretendimet për falsifikim dokumentash. Sipas Partisë Demokratike, oficerët e policisë gjyqësore të Komisariatit të Tiranë kanë deformuar dëshmitë e personave të ndëluar, kanë ushtruar presion ndaj tyre dhe kanë paraqitur prova të rreme në proceset procedurale. Paralelisht, një kallëzim i ngjashëm është depozituar edhe nga antari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Aulon Kalaja, i cili ka ngritur akuza për trajtim të dhunshëm dhe shkelje të drejtave gjatë protestës. Ngjarja pritet të pasohet nga hetimet më të ishme nga organet kompetente, ndërsa tensionet politike mes opozitës dhe qeverisë mbeten të larta pas zhvillimeve të fundit.